Miq të nderuar, ja, tani jemi në një pozicion komplet tjetër, për shkak se në ato dy fotela natyrisht që nuk na zën më shumë se 2 veta. Edhe ashtu si kam premtuar, shoqet e Norës kanë ardhur, ka qenë befasi për Norën, ne nuk e xhiruam befasin, për shkak se u zgjat befasia Bajagi edhe i ram drejt e te kafet, te tyrtja, edhe drejt e te ulja. Praktikisht ja kam ftuar Vlora Qitakun dhe Jeta Xharën, dy shoqe shumë të ngushta të Norës me të cilat është takuar në Media Projekt. Prandaj edhe e kam thënë që do të bisedojmë për Media Projektin pak më vonë kur t'i vinë edhe shoqet Norës. Nora se ka ditë kush po i vjen. Kështu që Nora thujëm faleminderit që t'i kom thirrë shoqet. Po faleminderit shumë, po shoqet e mia unë i shoh gjithmonë kur vin Prishtinë. S'ka lidhja, ma unë e Mirë po, tash më befasove mirë se na ktheve edhe në kohën kur jemi taku për herë të parë, se edhe me Jetën edhe me Vlorën jemi taku në atë kohë, domethënë not në Media Projekt. 95-ën të trijat, me 25 nëntor, ka qenë dita botërore e grave është, me 25 nëntor në Media Projekt ju keni qenë në mesin e 13 vajzave të reja, të cilat kanë fillu trajnimet në Media Projekt. Media Projekti, miq të nderuar, i themeluar nga Afërdita Saracini Kelmendi dhe Musi Dorë të djathtë na ka pas aty. Edhe 13 vajza fantastike, të cilat pastaj u rrit grupi e deri në fund kanë qenë 130 e sa vajza që kanë kaluar në për dyert e Media Projektit. Po, unë i kam ftuar 2, kam ftuar Jetën që të gjithë e njihni, Vlorën që të gjithë e njihni, si miket më të afërta të Norës. Jo, ti kje të bo një ribashkim epik, ti si e vedishme që na trijat bashkë s'kena qenë kur, me një ambient ku të trijat kena me fol e s'jemi tu e intervistu njëna tjetërën apo tu e marrë pyetje. A je vedishme që 95, 2005, 2015, 2025 që 30 vjet jemi shoqe edhe të pahasmume. Gjeje një ekip që ka punu 95 bashk edhe që mlidhen me një emision, bashk prap të pahasmume, e që të kallzojnë ty që ja ka njësë karierën. Do me thonë, kemi njësë të trijat, 95 me një vend që na ka ndiku me qenë kush jemi sot. Media Projekt dhe të trijat kemi funksionun në botën publike 30 vjet pas, edhe kërkush na ka thirrë bashkë deri sa u bune te gjerë. Me na qitë kafe, e ti po menon që është, kur gjë që do torti do kafe, kërkush bashkë s'na ka bo dhe i tash. Po jam frigu, Jeta. Se kanë ditë. Qërem, shumë nuk është letë mi thirë 3 gratë fuqishme, 3 gratë zonja me një vend. Pasaj që është mit ma shumë kjo, se a përshe, So shumë me leta ke të vështirë, ti. so vështirë, hajde Po ka nuk po vështirë se ju jeni e vladat e mi. po vish në e giqu telefonin, apo vinin kafe. Po. E so vështirë ke kjo? A u desh me vradi ka? Na po dojmë thonë që veç ty të bjen men. Po mere si Po, po Gjeri për me faleminderit, Faleminderit, se Gjeri. mu vjen shumë mirë që jam bashkë me Vlorën edhe me Jetën, të dyat shumë suksesshme në ato që ka bojnë. Vlora, posaçërisht, do me thonë, unë gjithmonë them, Vlora është si një enciklopedi që hetë se historisë Kosovës, se Vlora ka qenë tavolinat më të rëndësishme, ku janë bo vendimet më të rëndësishme për Kosovën, në kohënat ku ka qenë mas vështirti. E gjeneratat e reja tani nuk e di nëse janë të vetëdijshëm, se ne na shohin edhe që dukemi si që jemi duk për para, nuk kemi ndryshu fare. Jo, valla si Faleminderit Nora. s'po dini mu plak. Po, edhe mendojnë që jemi kështu gjenerata pas luftës. Jeta, do me thonë, është dër gratë që ka sfidu mas shumë ti politikbërjen në Kosovë, mënyrën e saj. Edhe jam shumë e lumtur që i kam shoqe, që kemi qenë pjesë e historisë bashkë deri në këtë ditë edhe vazhdojmë edhe na takohemi shpesh në kafe bashkë edhe kemi ato sikur në kohën e Media Projekt, do me thonë, kemi ato sekretet tona, lasdrimet tona, maskenës. Ama nëse mundem Gjeri, unë besoj që jam ma me fatë se gjitha vajza tjera, zonja tash, të Media Projektit se kam qenë ma e reja.
Edhe unë kam mësu shumë prej, jo vetëm prej juve që kemi pas mentore, po unë kam mësu shumë prej jetës, kam mësu shumë prej Norës. Për shembull, ne e kujtoj me çfarë admirimi e kom pa unë e Norën. Nora ka ditë me fol greqisht. Kur s'ka ditë me fol greqisht, Nora ka ditë me fol greqisht. Pastaj ka pas një, ndonse e re në mosh, ka pas një përvojë jetësore që unë veç ko mujt me andru. A e man men që she kemi thirë? Nuk e majnë men, s'po më kujtohet. Jeta? Jo. Nora karakteri. Përveç kësaj, veç me rështu, jo veç greqisht, dike me vëzit motor, dike me vëzit Motore! So qika që atëherë, na leze këshi marrë kjo motor dike, veç kamioni me pas mundësuja, kësh mundësu, edhe ato e kësh bu, po si shpërzoja, kjo veç ka i shpërzoja. Vetëm mos me pa këtë epizod. Jo, po mu gjithmonë e maj men, se kur je vajzë e re, gjithje e bukur, po mendoj duke është bukur, kështu që Nora u dok bukur gjithë, edhe Jeta, edhe tëna vajza tjera, po Nora më ka bo shumë përshtypje se për te kësaj dijes që e ka pas edhe një përvojë jetësore që ka qenë shumë e rrallë në atë kohë. Është shumë e rrallë që bisa edhe sot, se edhe sot është vështirë me gjithë vajza që në moshë 3 dalin me jetu vetë, jashtë, me punu, mu këthy, me plotësu vetën, me qene pavarur, kështu që kur e kujtoj Norën, ma shumë ti... A mendoni që i mungon Prishtinës një media projekt? Po. Do shta, jo tash në atë formën. Jo në atë formë, natyrisht. Media projekti me au kujtu njerëzve, kur fillum na me u trajnu për gazetari, prej teje në shkrem që shme shkru, prej ditës në radio, në kamerë, ka qenë një kompenzim i shkollave shpia. Na kena fillu në shpia, se njerëz menojnë që është një projekt që kena po studio. Do me thonë, shpe ju e bot e instalut për kundër faktit që është so grima një banesë në Dardani, e instalut shkollën se thatë nëse shkolla shpia po fillojnë kështu me shku, edhe ju keni me mësu, keni marrë kurs në shpia. Do me thonë, me au kujtu njerëzve se s'pi mungon, me shku në shpia me mësu për media, po edhe jashtë një i ri e re që do me mësu për media, sot drejtën me thonë nuk e ka gazetën shkollore, që kena pas na, ki mujt si 15 vjeqar me testu vetën, me fotografinë parë, edhe artikullin e parë në gazetën shkollore. A e din që unë e ta majnë men artikullin e parë? A e manë men ti? Mos ja kallëzo kërkujt, ku me di që kom shkretu. A mirën vesh. Që kom shkretu? Jo, e ke shku e ke përcjell një shfaqje të Fadil Hysajt, edhe e ke ba një shkrim, një recenzion për shfaqjen e Fadil Hysajt. Bashkë kemi qenë atë shfaqje. So vjeqar, do me thonë apo folim 15 vjeqar. Maria ka qenë, Vlora ka qenë 16 vjeç. Jo, 15, ne kemi Ti ke mujt me qenë 16. Me rëndësi është që ku boton sot 16 vjeqari, ade bashkë që po pyte a i vyni media projekt. Nështë ta gjithku, nështë ta online, nështë ta në media rjetë vetës sociale, po jo dikun që ja këshyrë dikush ja redakton. Absolutisht, dikush që ja të regon pse krye fjalla del këtu e pse s'djel atje. Ose pse duhet fjalia në radio pak me u transformu, ose në televizion e mos me qenë si kur fjalia e shkrimit. Krejt ato... Po nuk ka qenë vetëm që jemi mësu për me aftësun media, si me shkru një shkrem, si me bo një storje. Une i mbaj men edhe ato ligjeratat e veçanta që i kemi pas për zgjidhjen e konflikteve, mediation, kemi pas trajnimet veçanta për punë ekipore, për zgjidhjen e problemeve në ekip, në grup. Tash, unë e di që sot ndoshta janë pak ma të qasshme aftësimet e tilla, ose hynë online, ose po atëherë ka qenë një përvojë shumë interesante, për ma tepër që një atëherë bashkurgjës kemi pas. Kosova ka qenë... A ju kujtohet fotografit? Po... Fotografit lëvizse? Po, veç serioze, e foli se fjalla pëndzir fjallën, veç fakti që Vlorës po na kujton aftësitë e negocimit, janë ma dobishme që na keni dhonë. Ma dobishme. E une po du me të kalzu, kjo po menon që na prej neve ka mësu, në fakt aftësitë e negocimit, Vlora i patë përdor 10 vjetë mas lufte, kur mu deshtën une u kërcnojsha, Vlora erdh edhe me metodat negocimit të media projektit, u bo Anton Qet, mes një grupit njerëzve që më kërcnojshin mu, e une që i kësha nguc me reportaje,
hini, vlora, a besoni, kjo po thot që ka mësu veç si plak i maleve, plak, se jo plak, erdh edhe tha ti e bën qëta, e nalë qëtu, ti jet e bën qëta, zgate dorën, na pat pajtu. Po kjo, adek, se more është me thonë tash ka mësu për njëve, po mirë, mësusin me paske pas mirë, veç ja ki te kalu mësusin. Edhe ati që është se cila prej jush e ka pas ka një talent të veçantë. Praktikisht në atë media projekt është dallut kush e ka synin për kamerë. Ka qenë Nisa fantastike në kamerë. Shumë Sot e takova, folëm për qëtë punë, edhe Nisa mi kujtojke disa gjana, sot punën për Bashkimin Evropian, një prej udhëhecëve kryesore zurës mediave, para me no. Do me thënë, ka pas vajza që kanë pas talente fantastike, po jo të gjitha praktikisht e kanë shfrytzu atë momentin se e keni shfrytzu ju. Ju keni qenë, si të them ashtu, proaktive. Jo të gjitha, por shumica. Fakti që shumica e kam përdorë. Sot kryen fakultetin e gazetarisë, 10% dalin suksesshëm. Teki 80%, me bo me këshyr, hall. Sot ku janë njerëzit që ki trajnu të gjeri me ditën, janë, unë po të kalzoj që 80% shën e mrinë. Edhe ti ala po thu jo, adin, ju keni dalë. A ju? Nuk o pak, krasim me sot. Jo, shumë e saktë. Shumë gjana që i kemi mësur, është e vërtet, ajo që i tha Jeta më pas, na kanë hymë funksion. Për shembull, në një kohë kur Kosova ka qenë totalisht e izolume, nuk ka pas as vizitor të hujas, nuk ka ardhur kërkosh në Kosovë. Që ata pak njerëz që kanë ardhur, pashmangshëm i ndalë në media projekt. Edhe ne, si vajzat reja, kemi taku ambasador, kongresmena, si me thonë, jemi adaptu në një moshë shumë të re me komunikim me një palë tjetër, që flet një gjuhë tjetër, që është nivel shumë atë nalë, kështu që na keni ndihmu me u zhvesh prej, si me thonë, frigës, drojës, inferioritetit. Kompleksit të Edhe inferioritetit na keni aftësu, Edhe të qenurit fëmijë dhe i ri, dhe me thonë s'ka mu silë si teenager, ki mu bo serios, se ku është serioze, s'kemi njerës tjerë që flasin anglisht në dhe ishen ti ki mu silë, si të dikur që i përfaqëson popullin. Na, 16 vjeqar për përfaqësojnë popullin, po s'ki shqare se ti mbledh ke bet, gjeri e dita, dhe të është urërishe parat hujve thu se ti e naj delegacion i ministrisa, për këton, e mas nej dura u bo delegacion, u bo ambasadore. Gjerin e kena pas ma shoqe, anor? Gjerin e kena pas ma shoqe, dita na ka bërtit ma shumë. Dita ka qenë bërtit ma e... Po gjithmonë është polici mirë edhe polici kesh. Definitivisht. Si hike e ndohë më dushë më drejtu si policit, dhe me vnu kapuqin edhe gaditu, akina i sen me fol mirë, po problemi është si sot po ma kujton, 5 qej i ka gjeri, atëherë një e pat pas dita, edhe na usil ke komve, edhe s'dishim, kon mas pari, ditës minajt gatitu, po këtu ka kom të vike qeni, atëherë si ishim të familiarizu me qej. Jo shumë njerës kam pas qej atëherë. Edhe, da shoj ke njerëva, fort që kjo pun, po s'ishim qalë. Unë e di kohën kur kemi met një natë deri vonë, me të gjitha ju, deri në 4 mëngjezit, edhe më kujtohet Indjeri, bashkëshorti i Saki Beqenës, në hati, kur ka pas bo pasull. Edhe kur jemi ull krejt, kemi ongër pasull 4 mëngjezit. E ka qenë orë policores, dhja ju kujtohet se nuk para orës 7 mëngjezit nuk keni guxu me shku në shtëpi. Tipse metëm vonë. Metëm ty punu, Eritren, e punoni me Eritren. Eritrea, qka është Eritrea? Njerë se din. Revista që kemi prodhu në muj për muj. Ka qenë revistë fantastike. Nuk kemi guxu me fol në Shqip. Shefi zyrës amerikane, vinte na mësonte fotografi. Po, se Michael McClellan? Michael McClellan. Na mësonte në saj kështu i... Oja kena bo qefi, kena po njerës matë mirë për fotografi, por nejse amerikane, ja kena bo qefi. Jo, vinin edhe tonët, po a i vinte ku pas kohë që... Edhe para menu, do me ndonë qëfar veni, kur ti në shkolla shpijat vjen në atë kohë ekuivalenti ambasadorit Amerikan, mi mësu do fmi qika me fotografi. Do me donë, knatësia ka qenë e ti. Po edhe projekti ka qenë si i veçanë, se vetëm vajza
Edhe të gjithë, ka qenë projekti veçantë në komplet rajonin, se në pas diçka tjetër ashtu. askund nuk ka pas shkollë të veçantë vetëm për vajza për gazetari, do me thonë për radio gazetari, TV gazetari, gazetari të shkrume edhe fotogazetari. Pse u pa të tek, ti e dita për vajzat me imsu. Ju i keni pas bura gazetar. Kanë mujt ata me thonë, hajde bjërni edhe djemë, se djemë s'kanë ditë gazetari. Sot s'pon kujtohet pse jeni tek. Qika. Pse jemi tek? Pse jemi tek? Që? Ka mujt nesër një fuqizu bura. Pse si keni... Pse mi Os na keni fuqizu fuqizu bura? të bura se kena munges të burave të forcat. Që po shihet mungesa e punës që keni bërë ta. Mare ju kohë. Vesh me grojnë. Minus e O dash me më pyet para se me ftu jetën si shoqën ta me musafire. Qa menove ti? Kena orë të mos me të La, ka torte na ki qitë, të me na mëllësu. Ku jënë tjenë? Tash ti, të lutem, fal. Fal, ti e gjenerata re. Fuqizoj ti e ke një media tonën. Vonë tash, unë e po, Se veç vonë, jo nuk është vonë. Po mirë, s'po muj me... Vonë Nuk po du me përbend moshën. Po Mirë, duhet për 30 afërsisht. vjetë të hupne. 30 vjetë të hupne. Jo, për... 30 vjetë të hupne. Pa moshë. Mosh kujte, moshës tonë s'ka ndollë mirë. A e ko mira jo? Okej. Jo, sakte Deri ti, dikon e sakte. ke mirë. Jo, mire ki, s'ka ndollë mirë. S'ka ndollë mirë. në Ose rregull, s'ka po jo. jo aq mirë sa... E kemi prit. Po. Jo sa ne. Sa diplomate, a e kena losh negociature. Qëre bre, tonë me ndris. Unë e thash me Nuk i bodi talent. mirë bre, ka. Me talent. Mirë, a ju kujtohet për çka ka pas Nora talent? Karakter bre. Karakter bre. Aty ku s'ka mujt kërkush me e marrë intervistën, Aha. kanë qenë media të mëdhaja në Francë, në panairin e veturave të Renault. Kërkush s'ka mujt me marrë intervistë prej pronarit, as di kush ka qenë, Nora e ka pas marrë. A e din so dike, vesh të kallëzaj, kjo kur hike dike me fol për kere. Për një me, motora. sa qika kanë ditë me fol për kere. Edhe ta bëjke ato me fol me gishta, din mirë, qysh mos mi thonë po. Qysh mos E halate 18 vjetë. Do me thonë mekanikisht të dokësh, mos me të besu dikush qysh dokësh, që ti je qaq e informume për mekanikë. Qa më të me thonë është ta bjendin, e nuk e marrin seriozisht. ato Bond girls, apo dhe ato... Që mrena e Charlie konsolës. Charlie Nice, kur motore këtu, kerri këtu, kamioni këtu. Edhe do qizmet kaubojka. A, qizmet, Këtot, po. se po na vetë për çka e njoftën, jo veç me ta bo intervizën kur hike, me qato qizme, kaubojka. Edhe e bëndke edhe të këshirke si bëjke sy një vërë, nëse po më vetë qka qenë, sytë e kaltërt, të lukët e bardha, pi Kosove, Pak e ma sërbë na dreva, prezentojshin pak si njerëz Me shamia, po. pak si edhe me bishte, kreqa Po, dhe ishin, edhe qashtu. kjo duke gjermane, atëherë folke greqisht, anglisht, sot edhe italisht, cilën gjuhë tjetër Shtat gjuhë. Vazhdojmë Edhe po refuzon me na dhonë si vinë. Edhe ti të ishi që ashtu të korë për filmave dhe është një farë mataharja, diçka po vjen për dikoj që kjo i ka prapavin, dush me jamon intervjisi se ka prapavin. Ka një farë prapavije me në ishin edhe këtë po. Se cila prej jush e keni pas ka një talent të veçantë. Unë duhet ta përmend tash edhe Vlorën. 17 deputet norvegjez. Kujtohet? Jo një, jo dy. 17! Qa kam bo? Edhe kjo E di edhe ku vjen- kemi qenë. Ka qenë Amadeus. Po, na ma dhe. Te zyrja informative e Amerikanëve, do më thonë ofër ambasadës Amerikanëve. Aty edhe unë për herë të parë me ndëgju Vlorën pas media projektit, do me thonë, sa i ka pas 18 vjeç. Po, tek. 18 vjeç. Nga dhe te, sa po thu, 8? Ajo ka qenë 97-a, fundi 97-ës, eventualisht fillimi 98-ës, nuk jam e sigurt, por para luftës. Krejt dijen që ata e kishin të shtrembrume se kishin qenë ma përpara në Beograd. Erdh një vajzë e re 18 vjeç edhe i rahatoi, edhe i tha tike, këtë hiq pa unë gut,
pa u tund, e provokojshin me pyetje, kjo absolutisht nuk u nxejke. Unë me vetë i thosha qatë trashin e kisha rreqit. Ti tjetër ja kisha fut shruplok. E paramendoj une, praktikisht me ditën ju kena trajnu qysh me e qetsu veten edhe Me marrë veten me të mirë. Conflict management. Ja. Aq bukur i ka përtheku 17 deputet norvegjez. Që unë i kësha thonë i ka palu, po ti përseku. I ka palu. I ka palu. Edhe pastaj jemi largu bashkë prej aty, se e kena pas edhe një gjë që nuk do ta përmendim, që po thutim se si keni trajnu djemë. Po thom, dhe. Kështu që po ta vërtetoj atë punën e aftësisë Vlorës për negociata dhe për një qetësi, për një mënyrë fantastike të dhënit të fakteve. Që ajo pastaj ka vazhdu edhe te Kombet e Bashkume, kur na ka përfaqësu si ambasadore. Apo shë, unë po menoj që Vlorën e ka nënvlerësu deri te Kombet e Bashkume, kur folshim na për Vlorën që i ka qëto aftësi, bike që kjo është në fakt adhen për i shërbim tjerëve tjerë t'i kanë aftësi, po ka qëllu që aty për këthyse. Derisa se kam po, në Kombet Bashkume, e diqysh, kërkur s'na besojke, për Vlorën. Unë e forsha, s'na besojke. Jo bre se është adin e re. E ka pas një që është shumë e re, ofër njerëzve shumë transishëm, femën e re, edhe qështu, për këthyse ka njësa, diqka në vlerësim total ka pas qika, desa dul para dashi që ta kone ke pas një farë beteje, e tha shqyqër mo që to mi bind këta shqipet, po duhet ka 20 vjetë me rnu, aden me bot njëjtën pun, të kishë qenë me nëj Vlora mashkull, ma te, aden kishë mri shumë ma përpara, po dash një 20 vjetë më dëshmu. A e din ëndrrën e Vlorës? Ata e keni tinqizu, e gjeri. O zot, ëndrrën, o non ku po do me hi. Nuk po më thot artikull në por, ty ëndrrën. Hajde. Ëndrrën e Vlorës? A te përmeni? Lirisht, mund është me gjithë nëse Ëndrrën e Vlorës, 15 vjeç ka qenë, kur ju kemi pyet të gjithave. Intervista na bu. Po. Çka dëshiron të bëhesh? Asnjë as dy ka thonë kryeministër. Jo, shka e me. Që kjo po më kujtohet, sepse po më kujtohet se kena kesh shumë e patet ripërsërit. E vetëmja që ka qenë me ambicjen ma të naltë. Më duke që asë njona s'kena... Ambicjen ma e reja për të Ka funksionu. Unë më nëjë ma naive. Gjë që shë ma naive. Nuk doj me kallëzu kone ka pas simpati. Në asë një mënyrë. Që mi janë njësa ashtu. Kur për se cilën, si dush më bo ferm as nej, s'na konvenan me ka për se cilën. Mirë, po tash po dalë të ti. Më së më thuj që kom thonë unë e kom marru që kom thonë. Jo, nuk e majnë mend çka ke thonë, por e majnë mend kur je kthy prej terenit. Ke qenë me gazetar të BBC-s, edhe ke pa të merre. Edhe më kujtohet kur ke fillu me e përshkru. Ka përnis me qajt. Po. Kur ke fillu me e përshkru në gjarjen, të gjithë kemi qa, që aty Florinit ka pas thonë, jeta, kështu si e ty e përshkru, kështu qite në letër. Së më kujtohet. Edhe nuk ke nevoj me e zbukuru, nuk ke nevoj me kur gjatë tjetër. Vetëm se atëherë të ka pas thonë Florini, jeta tash je mësu si me e shkru artikullin, se e ke thonë, aq bukur e ke prej fillimit deri në fund e ke përshkru në gjarjen, çka keni, tek keni, qysh je ndi, edhe çka ke pa krejt, edhe veç të ka thonë, krejt kështu si na e ke spjegune, qite në letër. Edhe ti, si sot më kujtohet e ke pas ba një raport për BBC-n. E ke pas punu tash, a e ka marrë dikush tjetër i BBC-s e ka përvecu si vetën, nuk e di, por e di që e ke pas punu për BBC-n, por e ke pas punu dhe për revistën tonë, edhe ka qenë një prej shkrimeve më të mira. E kom shi krejt? Unë të muaj men, kur je ardhë në banes aty dhe ke qenë të qajt, ke rëfy të qajt, pastaj edhe ne kemi fillu krejt me qajt.
Tash i kallëzum botës që jam normal. Ketë po menojmë që s'kaj kur, faleminderit, që i kallëzut që jam njeri normal, sepse s'besoj shumë. Amo do të me ndodhë diçka shumë dramatike dhe shumë tragjike. Si lufta. Me jetën vetëm du të me pas kujdes vetëm një situatë, do me thonë, kur është në volan, kur të vozit jeta, do me thonë, aty do të mu majtë për tire, për jetë. Nështë e mësu për tejeve tim ki vozit e para. Qëre më në kalzova këtë po ty si cara të vozit, që të muna ki vozit, se ke qenë ma e modhja dhe ke pas leje mas pari. Unë e kom marrë lenë shumë herë. Edhe babi jotë punoj ke me keret, i gjithë i kishe edhe keret. Nora, që ajo konë pozitivja. Na mes tjerash për një me dojshim, po dojshim e najtë me typë se ti kishe kerë. Mes tjerash, okej? Ti edhe i ndrojshe. Ja, po tash ti du të me pranu, se sot adin qika të rinë me djem, menojnë që adin Ferrari tëne. Kjo kun Ferrari jonë. Sërë bash Ferrari, po. Që i ke ku dojshe ti qysh? Nora dhe shkyti ti Ferrari për vendat herë. Po, dhe në Greqi shkojshe, dhe qysh vëzitshe edhe të doke si A e kërgjo, din që shkova. më doke mu kur thëj ke, kom shku në Greqi. Si me shku. Vetë, kom shku në Greqi. Plus, kom punu verës në Tu punu Greqi. verës në Greqi. Na, dhe në kurriz dilshë mu duke me dhonë, atëherë informacione bobës ka më shkon kjo në Greqi. Edhe unë ka është mi thonë informacione. Pa su do kështë qashtu ti s'kallëzojshë, qa jep që të shpia me rëndësi vëzit që dhe i Greqi. Gjithmonë, dhe më thonë Nora, gjithmonë ka reflektu edhe shumë konfidencë, po edhe ka pas një farë aure që e ka mbajt, edhe s'kalon shumë mu afrue me dite, detajet pa nevojshme. Nora edhe sot bën punë fantastike, për shumë, so gra e burra, jo veç gra, i kemi na si Nora sot në botë, që punon në një institucion Fantastik, po, prestigjos. prestigjos. Po që vazhdojnë me kry punë Pa zot. edhe pa zë, pa zhurëm, pa Edhe nuk s'len me publicitet. fol. Po Ja, s'len me s'len, fol. Len. Jo, Ore thume me do avokat që gjithë gjithë avokat i ka, adin duhet më kujdes, është ligjore, së avokatët e ligjore. kanë, O avokatët zot, e ti kanë. han nervat, a? Jo, kanë ata nerva. me ligj, E ka- avokatët tash ka a bu- do Maroni që jam këtu, apo çka është pyetja? Pi avokat. Zvetësh po. Jo, se jeta tha ma herë ti shkon Vlora burr. Po ti shkon Nora burr. Po, na kishin lodha. Shi, qa bëjmë? Shiheni shqiptari nga Kosova që ligjeron në Cambridge. Ama kjo e ka Kjo marrë heq, atë heq. rregullin e avokatëve. Qartë. Thuj sa ma pak. Mos jep informacione. Jo, nuk është Ama çështja. këta e ka pas Ashtu, gjetë. ashtu. Është besoj Është çështje natyrës. karakteri. Jo, është Capricorn. Moti ka qenë qështu, Jetoj qështu ka që alëzën ti Vlora, me moti ka vjetë me qenë. te. E vetë shëpë, se po shkon në Greqi? Puna jame të ke. Se po shkon në Greqi, puna Kom pa jame, me punë. 16 vjetë, kom punë. Me 6-17 vjetë, kjo ka punë. 18 ka bo punë. A mi u kalzu Kjo që sheger ti që baba- s'kjan një jetë a mi u tregu ndranë temën. Si që është interesant. Sa interesant. E krasim me qëta që po Se jeta më mojnë. thirë telefonet dhe thetë dimnë të unë qojnë s'kem, ti verës që më ndeti. Që kjo është teoria Verës jonë. unë e muj me ju thirë ndeti, në skiem muj veç me ju sa ju. Gjeri, a jetu e kuptu që na në Na në atë 2025 kohën- pe kompenzojmë Feminin. sa shumë s'kena dalë në 95-ën kur t'kena njoft ty, edhe kur kena qenë qëto orë policore, sene kur juna bëjshit mu duk, është koha, ju, do me thonë, mos me qenë teenagera, thjesht është koha ku Jemi na vit para vyni, edhe na fatkeqësisht ta mirësirë se dive që tash me këto vija që i kena, mbi 45, po kalzojnë detaje sa, po duhet me e kemi një farë ndjenje kur folim me njëna tjetrën ku po shkojmë që po bojmë diçka mu knaq, sepse po na duke që Avantura s'kena treja. bukur. Edhe ma bëjke, që një 5 vjetë jena të planifiku në skem, shkoni deg vjera kësaj kur e planifikojmë në skemi. Nonja ka shkur, bashkë qatë herë. Aden, qëtu gjithë po shtyën, mas ne u bon, mas lufte, do me thonë u bon. Pandemia. U bo fmit, jo, mas ne 10 vjetë su knaqëm prap se rritëm fmi, se cila tu marrë me punë tjera, hej, 30 vjetë na kanë shku, na nuk kena dollë so duhet, s'kena dollë, kur po thojmë s'kena dollë, me bojt qef, që tash është koha Apo ku që na... gjithmonë duhet me dalë Po duhet me dikush që ju kompenzu. mbledh. Edhe me ju thonë, edhe me ju thirë, një muj dit gati ma heret, si kur une, se une e di me të pas thirë ty
para një jave ti s'kishe mujt me ardhë. As Vlorën, ani Vlorën, ishte Për norën kishëm bo Qëre diçka. këshim bo diçka. Mos na thuj një muj, 2 javë jam Ama është shumë interesant se une jam e S'ka po gjerin. dilem, veç kur i kom thonë Vlora, se api merë ato, me njerë, si ka thonë Vlora, po, kur do, e rezervova u kry, me di që u tranoj ke dynjaja, sot, kom thonë, s'ndrojnë. Njejt, une kam gjerin disa grupe kështu të shoqënis. A qysh Disa është... grupe i gjelozojmë në tjera, që i shohin kur postani. Dhe më thënë, qysh është e mundën që gjithmonë gjeri, se na po mendojmë që veç neve që tu na kam lidhë, po kjo tanave na lidhë qështu. Kjo është si me tonë strumbullare. E vallajnë, Është këtu ajo pika Klosa pe gjelozis, magnetike. tu menu që jena special, tash tëmë dhe pjave. Vallaj, gjeri, po te natyra. Ama jo, neve na ka pak ma të veçanta, është e vërtet. Jo, se ju na- jeni Kërkujt si ja bon vërtet. 30 vjetë pas. Për shemë, se s'po menoj që... Jo, Tërë jemi ka- jemi të i posaçme, ka si do të mentoru shoh. dikon. Jemi të posaçme. Kështu që Gjeri, faleminderit për sëri. Ti jeni fa non rezerva, ta dish? Po. Mos u relaksa këto. Këtu do të doja ta përfundoja edhe ta përmbyllja, se ne do të vazhdojmë tani të... Mama Mantia na ka pru Mantia, by the way, edhe do të vazhdojmë të bëjmë qefin ton, mirë po miq të nderuar, kjo ishte vetëm sa për ju, për me ua kujtu që jo vetëm një person, dua të kthehem te ajo fjala Ubuntu, që e tha Nora. Unë ekzistoj, pse ekziston ti. Dhe dua të them që jo vetëm Nora nuk është e rastishme pse Nora është e këtill, për shkak se Nora fillimisht rrjedh prej një familje intelektualesh, por edhe pastaj edhe rrethin dhe të gjitha andej ka e kanë orientu fillimisht prindët, i ka pas qysh duhet. Thëm kështu shumë thjesht, qysh duhet. Prandaj, Ubuntu, që to kom me majt men, Ubuntu për të gjithë ju miq të nderuar për shkak se ne ekzistojmë se ekzistoni ju. Ju faleminderit, shifemi javën që vjen, çika ju dua. Faleminderit. Faleminderit, Gjeri, faleminderit.